Vllaznia ka fituar me rezultatin 4-0 ndaj Burrelit. Në miqësorin e luetur në stadiumin Loro Boriçi, Kuqeblut e drejtuar nga trajneri Edi Martini, shënuan nga 2 gola për pjesë. Në pjesën e parë ishte Murata e iqi spikanti me dobjetën e tij, duke bërë që 45 minutat e para të mbylleshin me shifra 2-0 për Kuqeblut. Në të dytën do të ishte Zohulet që do të shënonte golin e tretë. Sulmuesi 19 vjeçar nga Bregu i Fitlisht është prej disa ditësh me ekipin në provë dhe tashmë pritet vendimi përfundimtar për të, ndërkohë rezultati përfundimtar u volos nga goli i Tafilit, i cili shënoi pas një goditje të saktë me kokë brenda zonës së matjanëve. Përfundimisht 4-0 për vllaznin në këtë miqësore të rradhës për të. Pas fitores së Kuqebluve ndaj Burrelit, foli Ergi Borshi, ndihmësi i trajnerit Edi Martini, i cili u ndal tek Mercato, ndërsa konfirmoi edhe agjendën për ditët në vijim. Rezultati pak rëndësi ka më tepër ana fizike. Sot morëm sinjale pozitive, po thuajse për gjithë pjesëve lojtarëve. Nga ana fizike flas gjithmonë, sepse ajo është ajo që na intereson për momentin. Dhe aty ku e kishim theksin më shumë edhe gjatë javës që kena punu fizikisht, ashtu aty edhe sot i morme këto sinjale mbrapsht dhe ishin të mira përposa rezultatit e theksej prapë. Vllaznia pret akoma edhe 2-3 përforcime, besoj që deri nga java tjetër ekipi do të jetë i kompletuar. Jo 100%, po besoj që 99% do të jetë i kompletuar. Në fund do të ketë vend edhe për një goditje tjetër, besoj në raportin e sulmit, por për objektivet jena pak herët me fol, besoj që me kalimin e kohëve edhe objektivat i kena më të qarta gjithë. Do të nisë të hanë për puk, është miqësore me vllaznin B me Tërbunin. Do të kemi edhe miqësoren e fundit para kampionatit me Vorën. Nga ana tjetër, pavarësisht humbjes 4-0 në miqësoren me vllaznin, trajneri Shkodrani Burrelit Samuel Nikaj ishte i kënaqur me futbollistët e tij. Në fakt ne jena në fazën më të keqe sepse vetëm 2 javë të vite, edhe normalisht shumë lojtarë në provë, lojtarë që nuk i kanë ato proceset të vitore të bë me kret prej fillimit që kena fillu, por ne jena në proces konsolidimit sepse kena ndrru pothuajse 70% të skuadrës vjetshme. Megjithatë bëm një ndeshje të mërkurën me Tërbunin, ku realisht me të zhgënjym, kurse sot pash disa gjëra pozitive, nuk jam krejt i zhgënjym, pa varësisht rezultatit, se vllaznia vjen prej Europës e është skuadrës të vitun e me kualitete. Pash disa individ lojtar, cilët besoj që kanë me u shpreh mirë në vazhdim të kampionatit. Të hënën vllaznia do të zhvendoset në Puk për një fazë 10 ditore.